ministri vetë nuk e kanë lexuar ligj. Drejtori i AKVMB-s, ministri vetë nuk e kanë bërë punën. Madje refuzojnë të përmbushin detyrën që u ngarkon ligj. Madje akoma, që të jemi drejt, çdo drejtore, çdo ministër bujqësie deri më sot nuk e ka bërë punë. Punë qensh, thonë. Kështu e trajtojnë, si punë qensh. Ndërkohë që në stilin e tyre, doja t'ju thoja që qenë dhe mace mban edhe për shoqëri, po edhe për energji, edhe kryeministri. I imi, i të gjithëve. Apo edhe më tutje, në stilin tim tani, me këtë punë, qensh e macesh, i ka ngarkuar ligji. Të qenit njeri me kafshën e shtëpisë e jo vetë. Po të qenit njeri me mira familje që ndajnë jetën e tyre, plot dashuri, me 1, 2 ose më shumë kafshë të tilla shoqëri. Çfarë ndodh kur ministria, drejtori, AKVMB-ja nuk bëjnë punë? Bashkia Tiranë, bashkitë e tjera nuk bëjnë punë. Dita kur kërkova interpelancën, ishte dita pasi aktivistë mbrojtjes së kafshëve gjetën në kosha mbeturinash në qytet. Dhe pastaj në periferi, në gropa të hapura, e të pambyllura, qenë të vrarë, të ngordhur, të ngrirë, në një akt barbarie dhe në shkeljet plot të ligjit. Çfarë bëri policia? E pastaj çfarë bëri prokuroria? Se ministria nuk ka bërë gjë. Afërmendsh.